Të nderuar qytetarë, mbani mend këto parti politike opozitare dhe këta deputet të opozitës që me votën e tyre penguan ndihmet për punëtorët e sektorit privat, studentët, bizneset e vogla dhe pensionistët. Pakoja për qytetarët për përballje me çmimet është para parë jetë 200 milion. Mirë po 120 milion duhet të kalanim përmes kuvendit. Por për këtë duhet procedure përshpejtuar që nuk mundi të kaloj, sepse opozita bashkë me listën serbe votuan kundër, që të futej në rand ditje. Dhe si u bën bashk lista serbe për ta bllokuar një mocion procedural. Nini 123 është i qartë me 6 deputet propozohet, me 2/3 të deputetëve të pranishëm miratohet. Pra rruga ligjore ekzistante, vullneti politik mungoj. Kur është puna për qytetarët, opozita thonë ju. Kur është puna për blokad, bën bashk madje edhe me ata që nuk e njohin shtetin e Kosovës. Kjo nuk është opozit, kjo është pengesë për qytetarët. Dhe kjo do të mbahet mend.